Pason minutën 16, provon 3 pikës. Salam! Në 3 pikës nga numër 16. Shkolla nëntëvjeçare Shaban Banushi në Melgush të Bashkisë Vaudejes u shpall kampione e Shqipërisë përdjem dhe nën kampione për vajza në kampionatin kombëtar mes shkollave të organizuar nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar. Ishte një eksperiencë, pra një emocion shumë i veçantë për mua. Për faktin se dola kampion, më fjalë diçka që në fillim të projektit, në të ndajtë as nuk e mendoesha, se ishte viti i 4 i këtij projektit. Tham që ndodhi diçka që më fjalë dal kampion edhe herë. Mas 20 vite, sepse kam dalë për 20 vite kur kam qenë vetë sportist. Tash si trajner ishte pra një emocion i tyfisht. Ishte shumë e vështirë, ishte një emocion emocion shumë i fortë. Unë merrem që e vogël me sport, po e kam pasion prej profes, që është klasë 3. Basketbolin e kam filluar para 4 viteve, po shpresoj që ta vazhdoja me vllaznin, pse jo. Sipas koordinatorit të Koksh Përvëriu, Nardi Taflaj, kampionatet e tilla shërbejnë për evidentimin e talenteve të reja sportive. Atëherë jemi mbledhur këtu për të përgëzuar shkollën e Melgushës, e cila ka dalë kampion kombëtar të ekipeve sportive në shkolla. Është të përgëzuar edhe profesor Bekri, gjithashtu edhe vajzat të djemt. Është viti 4 i projektit. Ky projekt, do të thonë, nxënësat që kanë dalë kampion të bashkangjitjen e ekipit Zinxhiret e Vllaznisë. Pas këtij suksesi, Bashkia Vaudejes vlerësoi trajnerin dhe nxënësit me certifikata mirënjohjeje.